këtu në perëndim disa selam aleikum salam barakat. Këtu në perëndim disa vllazëni bën bashkë dhe mbledhin parë, me bën një fond të tyre dhe marrin nga ato kur ka nevojë për qëllim. Por ose kërkun nga bankat. A ka ndalesë nga këtë dhe ndaj rregull që duhet me ndjek. Kjo quhet një gjë që quhet tekaful, do thotë që muslimanët ndihmojnë njëri tjetrin, ndihmojnë njëri tjetrin dhe bëjnë si rastin e pejgamberit sa ka treguar rastin e Ash'arijinëve, fisit e Musa al-Ash'ariut. Çka kanë bërë ata kur kanë pas kohë të vështira, e kanë tullu këtë ushqimin me një vend. Pastaj e kanë dhënë në mënyrë të barabartë me njëri tjetrin. Nëse muslimanët e bëjnë këtë punë edhe me para bëjnë një fond të caktuar që qesin të gjithë një sasi të parave, pastaj kush ka nevojë për muslimanëve japin vetyra, s'ka gjë të keqe në këtë punë. Allahu di më së miri dhe kjo është punë shumë e mirë.